أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun fuqiplot. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahu xhalla shanuhu qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut fuqiplot qofshin mbi ne, familjet tona dhe mbar njerëzimin përgjithësi. Fillimisht lut Allahun fuqiplot që çdo ibadet, çdo adhurim që kemi bërë që nga fillimi i Ramazanit dhe deri në këtë ditë, inshallah Allahu fuqiplot me mëshirën dhe rahmetin e tij që ka na i pranon. Duke pas parasysh se ne jemi në muajin e Ramazanit, në muajin në të cilën Allahu fuqiplot e ka begatu këtë muaj me agjerimin e muajit Ramazanit që ka bën pikërisht në këtë muaj. Allahu ka bën obligim edhe agjerimin në muajin e Ramazanit. Pastaj pikërisht në këtë muaj ka filluar edhe zbritja e Kuranit. Andaj duke u nisur nga kjo, duke pas parasysh se vërtet Ramazani është muaj i të mira, muaj i korrjeve fitore, muaj i shpërblimeve të pakufishme nga ana e Allahut fuqiplot. Andaj lutim Allahun fuqiplot që vërtet jem pjesë mëshirë e rahmetit Allahu xhalla shanuhu, dhe dhasht Allahu xhalla shanuhu që përmes leximit të Kuranit, kuptimit të Kuranit e mbi gjitha praktikimit të Kuranit dhe njashtu edhe hadithët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vërtet dalmi nga muaji i Ramazanit ashtu siç ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj ne sot do të mundohemi të thojmë disa fjalë rreth vëllazërimit islam, se si besimtar duhen të jenë të lidhur me njëri tjetrin. Si besimtar në çfarë shkalla pra duhet ne të kemi raportet me njëri tjetrin. Duke pas parasysh se sot po jetojmë me një moment, me një periudhë që vërtet lidhet e tona nuk janë ndoshta në nivelin që dohet me qenë. Andaj me këtë rast shfryzoj rastin që vërtet përderisa gjindemi në muajin e Ramazanit, të kërkojmë falje Allahu xhalla shanuhu për çdo gabim që kemi bërë. Të kërkojmë falje Allahu xhalla shanuhu nëse vërtet jemi kemi mujt të jemi prej atyre të cilët ndoshta i kemi shkaktuar ndoshta ndaj paknaci ose ndaj nervozikut ose ndoshta me ndaj fjalë kemi mujt ne ndoshta edhe ta largojmë dikon nga vetvetja jon, po lut Allahun që vërtet jemi prej atyre të cilët i kërkojmë falje Allahut për çdo gabim që ne kemi mujt me bë, edhe me qëllim, po edhe pa qëllim që ka qenë, dhe vërtet ta shfryzojmë këtë muaj që të kthehemi aty ku është veni ynë dhe për ato që neve na ka kriju Allahu fuqiplot. Pra, parimet themelore me të cilat mbështetet vëllazërimi islam, kemi Kur'anin, fjalën e Allahu xhalla shanuhu dhe kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra, duke pas parasysh se dhe ne jemi të vetëdijshëm se ne si krijesë nga krijesat më të dashura tek Allahu xhalla shanuhu, pra ne jemi krijesë prej krijesave të cilat Allahu xhalla shanuhu
në ka dalluar nga gjitha krijesat tjera, atëherë edhe ne besoj që duhet mundohemi që me veprimet tona të jemi afër Allahu xhallashanuhu, veprimet tona, sjelljet tona, morali jonë vërtet duhet të jetë në nivel ashtu siç na ka dalluar Allahu nga gjitha krijesat tjera. Mendoj që ne vërtet duhet të jemi prej atyre të cilët do të mundohemi spaku që të arrijmë nivelin e merituar për të cilën Allahu xhallashanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam vërtet pret që ne ta kemi një nivel ashtu siç dohet me pas njeriu si krijesë më e dalluar nga gjitha krijesat tjera. Pra, përderisa po flasim për vëllazërimin islam, kemi ajetet shumëta dhe hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam që tregojnë se çfarë lidhje duhet të ketë besimtari me besimtarin, çfarë raporti ne duhet të kemi me njëri tjetrin. Para prakisht duhet ta kemi parasysh se të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh para Allahu xhallashanuhu jemi të barabartë. Pra të gjithë pa dallime jemi të barabartë para Allahut fuqiplot. Këtë e bazojmë me një ajet ku Allahu xhallashanuhu na drejtohet, ju drejtohet mbar njerëzimit. Në këtë ajet Allahu nuk ju drejtohet vetëm besimtarëve, me fjalën se kemi ajetet e cilat Zoti na drejtohet vetëm besimtarëve për ibadete, adhurime të veçanta. Mirë po, në këtë ajet Allahu na drejtohet, ju drejtohet mbar njerëzimin me fjalën ja ejuhan nas, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا. Ju kemi bë popull e fise që të njihni njëri me tjetrin. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i miri prej jush tek Allahu është ai i cili më së shumti i frigohet Allahu xhallashanuhu. Inna Allaha alimun khabir. Ke pas parasysh se vërtet Allahu është i ditur për gjithçka që ne veprojmë dhe punojmë. Pra, duke u nisur nga ky ajet të nderuar vëllezër dhe motra, ne mësojmë se dallimi mes njerëzve tek Allahu xhallashanuhu nuk është i dorës, mund të themi domethënë nuk është i dorës parë. Ne nuk guxojmë që të bëjmë dallim mes njerëzve. Pra, dallueshmëria tek Allahu xhallashanuhu dallohet në bazë të sinqeritetit, frikës që ne ja kemi Allahu xhallashanuhu, në bazë të devotshmërisë, veprimet dhe sjelljet tona në raport me Allahun, në raport me pejgamberin alayhi salatu wasalam, në raport me besimtarët, me rrethin ne ku jetojmë, domethënë mbas sjellje moralit ton, karakterit ton, sinqeritetit ton, ashtu edhe ne dallohemi tek Allahu xhallashanuhu, jo me diçka tjetër. Pra, duke pas parasysh se Allahu xhallashanuhu na i ka bë të ditur se vërtet besimtari duhet të jetë vëlla i besimtarit. Siç na thot në Kur'an Allahu innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vëllezër me njëri tjetrin. Faslihu bejna akhawatikum wattaqullah la'allakum turhamun. Allahu thot vërtet besimtarët janë vëllezër me njëri tjetrin, atë rregulloni marrëdhëniet mes vëllezërit mes njëri tjetrin, wattaqullah, ta keni frikë Allahun fuqiplot, la'allakum turhamun, në mënyrë që Allahu xhallashanuhu na mëshiron me mëshirën dhe rahmetin e tij. Pra, duke u nisur nga këto dy ajete, pra duke i kuptuar këto dy ajete drejt se vërtet besimtarit duhet ta kuptojmë se jemi vëllezër me njëri tjetrin, duhet ta respektojmë dhe ta dojmë njëri tjetrin ashtu vërtet siç më qenë vëllezër nga nana dhe baba, duke pas parasysh se vërtet prej gjana më madhështore të cilat Allahu xhallashanuhu të nderuar vëllezër nga kërkuan nga ne, është që vërtet ne të jemi të lidhur në shkallën më të mirë të mundshme që kemi mundësi me e pas. Duke pas parasysh tham se ne do të vlerësohemi tek Allahu fuqiplot mbas veprave dhe punëve tona. Tek Allahu njerëzit nuk dallohen të nderuar vëllezër dhe motra për shkak bukurisë tyre, për shkak të ngjyrës tyre, për shkak komunitetit, komësisë tyre.
Për shkak ndoshta dikush nuk ka dallim te Zoti, a është i gjatë apo i zi, a është i bardhë apo i verdhë apo ngjyrë tjetër ka. Mirë po tek Allahu, të nderuar vëllezër, dallohen njerëzit mbaz devotshmërisë, sinqeritetit, mbaz besimit që kemi ne tek Allahu xhalla shanu, pra mbaz veprave tona ne dallohemi tek Allahu xhalla shanu. Këtë na i komenton edhe një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku na thot Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Në thot Muhammedi alayhi salatu wassalam, pasha dhe shpëtimi Allahut që mbi të ka thënë, thot vërtet besimtari, vërtet inna Allaha, vërtet thot Allahu nuk ju shiqon në fizionomin suwarikum wa amwalikum, Allahu nuk e shiqon fizionomin dhe pasurinë e juaj, walakin yanzuru, mirë po thot Zoti shiqon ila qulubikum wa amalikum, Allah i shiqon zemrat dhe veprimet tona, punët tona. Pra, Allahu nuk i shiqon fizionomin ton, Allahu nuk i shiqon pasurinë ton, mirë po tek Allahu ne dallohemi. Allahu siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Mirë po Allahu xhalla shanu i shiqon zemrat tona dhe i shiqon edhe veprimet tona, pra punët tona. Atë lutim Allahun xhalla shanu që vërtet ne të jemi prej atyre të cilët ta respektojmë njëri tjetrin, ta adojmë njëri tjetrin vërtet siç me pas vëlla prej nane dhe prej babës. Pra, po flasim për një vllazërim islam të nderuar vëllezër madxhan, duke pas parasysh se vllazërimi islam është një bazë prej bazave të islamit, është një element, është një farz mbi farzet e islamit të nderuar vëllezër, se vetëm duke qenë të bashkuar ne kemi mundësi me ecë përpara, vetëm duke e dash njëri tjetrin, duke e respektuar njëri tjetrin, pra duke e ndihmuar njëri tjetrin, edhe vërtet duke e konsideruar si vëlla njëri me tjetrin, siç ka thënë Allahu në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër me njëri tjetrin, dhash Zoti që vërtet ta kuptojmë këtë porosi kështu, ta kuptojmë drejt, duke pas parasysh se ne po jetojmë me një kohë që ndarjet e tona janë të mëdha, përçarjet e tona janë të mëdha, jemi larg nga njëri tjetrit, jo ndoshta që s'kemi respekt, po ndoshta kemi edhe inat, kemi edhe xhelozi ndaj njëri tjetrit, që me një gjatë tillë subhanallahu ne e kemi ndalueshme mbas porosive që vinë nga Allahu xhalla shanuhu dhe porosive të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Andaj po jetojmë vërtet me një kohë që lut Zotin që vërtet na fal gabimet e tona. Lut Allahun xhalla shanuhu vërtet që të na bedison se ne po jetojmë me një kohë, me një periudhë që ndoshta subhanallahu nga mesi jon, ndoshta edhe prej atyre liderëve fetar që edhe ndoshta mundohen me arsyetu vetveten se vërtet besimtarët nuk kanë mundësi se për arsye se përderisa pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtu Omerit tha që me vdekjen tënde do të hapet porta e fitnes e përçarjes dhe nuk do të mbyllet deri në ditën e gjykimit, atëra thash ka prej atyre ndoshta për neve që arsyetojnë një gjë tillë se kështu ka thënë pejgamberi edhe ne nuk do të kemi mundësi me ik përçarjes. Ndoshta ne vëllezër nuk do të kemi mundësi me ik përçarjes, po e kemi një mundësi që çdo kush nga ne e kemi në vetveten tonë, e kemi mvaret nga vullneti jonë, edhe mvaret si në vërtet ne si e kuptojmë porosinë e Allahut e porosinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nëse nuk kemi mundësi me ik përçarje, ndoshta ato padyshim që do të ndodhin fitnet, do të ndodhin përçarjet, ndoshta edhe nuk do të nalen deri në ditën e gjykimit. Po ne po kërkojmë spaku ti edhe unë mos jemi prej atyre të cilët thrasin përçarje. Spaku ti jesh ai i cili do të synojsh që mos jesh ti që i prin përçarje, subhanallah. Nëse nuk ki mundësi me nal, a ki mundësi që ti mos jesh pres edhe unë. Ki mundësi unë mos jam e për atyre të cilët do t'i prini përçarje, pra. Ne i kemi një gjatë tillë, atëhera vërtet mos mundohemi me arsyetu vetveten subhanallahu se përçarjet do të ndodhin fitnet, edhe kjo është në bazë asaj që na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Po pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka treguar se si do të më qenë besimtari. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka treguar edhe në praktik për vlerën dhe rëndësinë se si do të besimtarët duhet të jenë të lidhur me njëri tjetrin. Pastaj kemi edhe ajetet e Kuranit ku Allahu xhalla shanuhu na tregon mënyrën se si
ne si besimtar që kemi besimin në Allahun dhe kemi besimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe mendojmë që dhe një ditë dhe kemi besimin dhe besojmë fuqishëm që do të dalmi një ditë për të dhënë llogari për veprimet e tona tek Allahu xhalla shanuhu, atë duhet i kemi në hatëm, duhet i kemi gjitha këto në kujdes që do të japim llogari për veprimet më të vogla tona, qofshin të mira apo edhe të këqija, domethënë veprimet të mira ose veprimet gabume. Andaj duke u nis nga kjo, ne do ta përmendim një ajet Kuranit kur thot Zoti wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Pra kapnu gjithë për litarin e Allahu xhalla shanu, lidhët ngushtë me njëri me tjetrin si besimtar. Gjithë kapnu për litarin e Allahu xhalla shanu, po simbolizon kapnu gjithë për fjalën e Allahu xhalla shanu, pra për Kuranin, për fjalën e Allahu xhalla shanu, wala tafarraqu, e mos u ndani me njëri tjetrin. Pra në mënyrë urdhërore na thot Allahu wala tafarraqu, e asesi mos u ndani nga njëri tjetri. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, pra përkujtoni të mirat që Zoti neve na i ka dhuruar. Idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allahu thot wadhkuru ni'matallahi alaykum, pra përkujtoni të mirat që Zoti të cilët Allahu të cilat neve na i ka dhuruar. Idh kuntum a'da'a, edhe përkujtoni që kur keni qenë me një kohë që vërtet keni qenë armiq ndaj njëri tjetrit, fa'alafa bayna qulubikum. E atëherë Allahu xhalla shanu vërtet na i lidhi zemrat, na i lidhi, domethënë i lidhi zemrat mes besimtarëve, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dhe me dëshirën dhe vullnetin e Allahu xhalla shanuhu, me mëshirën dhe rahmetin e Allahu xhalla shanuhu, vërtet ne arritëm që të jemi vëllezër me njëri tjetrin. Pra, duke u nisëm nga ky ajet të nderuar vëllezër, ne vërtet duhet ta krijojmë frikë takimin me Allahun xhalla shanuhu. Thash, duke pas parasysh se vërtet po jetojmë me një kohë që po kemi edhe prej atyre subhanallahu që thrasin edhe ndarje, po kemi elhamdulillah që numri atyre të cilët thrasin bashkim dhe e kanë kuptuar vërtet se pa qenë të bashkuar nuk kemi mundësi si komunitet musliman, nuk kemi mundësi si ummeti pejgamberit alayhis salatu wassalam të hesmi përpara. Ne kemi edhe një shembull në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, para ardhes Islamit, pra dy fisë që ishin të njohura në Medinë, fisi Aus dhe fisi Hazraj, pra ishin ndër fisët të cilat në mënyrë të vazhdueshme ishin në luftë me njëri tjetrin. Mirë po, pas Islamit subhanallah, erdhë me një shkallë dhe me një moment që u lidhen me njëri tjetrin. E kemi hadithin edhe kush i lidhi pra me që ndoshta me dekada kanë qenë në luftë me njëri tjetrin, po me ardhen e Islamit, pra Islami i bashkoi, Islami i bëri vëllazër me njëri tjetrin, Islami prej dy grupe, prej dy fisëve i bashkoi me një fisë të vetëm dhe arriti vërtet ta bëjë një forcë e cila nuk diket që të kthehet mbrapa, po një forcë që në mënyrë të vazhdueshme ecke përpara, për arsye se me ardhen e Islamit vërtet muslimanët u bënë siç me qenë një trupi i vetëm, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, el mu'min lil mu'min kal bunyanu yashaddu ba'duhum ala ba'd. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, besimtari për besimtarin duhet të jetë i lidhur, duhet të jenë të lidhur sikur të jegullat e një ndërtese që janë të lidhta me njëri tjetrin, me njëra tjetrën, ashtu edhe besimtari, pra me besimtarin duhet të jenë të lidhur në mënyrë vazhdueshme. Njështu pastaj kemi edhe një ajet kuranor ku na thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, një ajet kuranor ashtu ku na thot Allahu fuqiplot, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Pra ndihmonu, përkrahnu me njëri tjetrin në punë të mira, edhe në takva, në sinqeritet, në devotshmëri, wala ta'awanu, dhe asesi mos e përkrahni, mos e ndihmoni njëri tjetrin pra në armiqësi edhe në punë të liga. Pra e joni është që vërtet aty ku ke mundësi me e përkrah njëri tjetrin që me hec bashkarisht përpara, atë të nderuar vëllezër e kemi obligim bashkarisht. Po aty ku nuk kemi mundësi që ne bashkarisht hecmi përpara, atëherë e lutim Allahun xhalla shanu që s'paku
spaku mos të kemi urrejtje ndaj njëri tjetrit, spaku ta respektojmë njëri tjetrin, e kemi obligim thash farzën mbi farzët me e dash njëri tjetrin të nderuar vëllezër. Nëse s'kem mundësi me ndihmoni vllaut ton, atëherë spaku mos ta pengojmë që të ecë përpara. Nëse s'kem mundësi thash më ndihmu direkt, pa marr parasysh çfarë aspekti që i vjen ndihma, atëherë mos jemi prej atyre të cilët pra ta pengojmë, mos jemi prej atyre të cilët ndoshta edhe ta mërzitmi me fjalët dhe me mendimet tona, spaku që përderisa nuk po kemi mundësi me ndihmu, spaku atë ta përkrahemi me fjalët e tona të nderuar vëllezër. Këtë na i kërkon Allahu xhalla shanuhu, këtë na i kërkon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ne vetëm duke qenë në këtë mënyrë të lidhur me njëri tjetrin, besoj që ne edhe do të ecmi përpara. Përderisa nuk jemi të lidhur ashtu siç ka kërkuar Zoti, vërtet jemi vëllezër me njëri tjetrin në shkallën më të lartë që të mundohemi të jemi, ne përderisa nuk e kemi një gjatë tillë, përderisa nuk e kemi vëllazërimin islam vërtet sinqert, me dash, respektu, me ndihmu njëri tjetrin siç e ki prej një vëlla, domethënë prej babës dhe nanës, ashtu të mundohesh të respektosh të gjithë besimtarët që ki mbrenda fesë nderuar vëllezër. Problemi është besimtar me e pasën një sukses të meritum vërtet ashtu siç ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po e përmendim edhe një hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ku na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Walladhi nafsi bi yadihi lan tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Subhanallah, shiqene se në çfarë mënyre na ka drejtuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe përmes këtij hadithi ne subhanallah e kuptojmë vetveten, e kuptojmë rëndësinë se sa i rëndësishëm është dashuria dhe respekti në mesin e besimtarëve, mesin e muslimanëve. Na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam pra, pasha atë që shpirti është në dorën e tij, lam tadkhulul janna hatta tu'minu, nuk do të hyni në xhenet përderisa mos besoni. Pra, nuk ka xhenet pa besu. Wala tu'minu hatta tahabu. Po edhe s'keni besu përderisa të doni me njëri tjetrin. Përderisa e dashuria e respektit jetë i sinqert me njëri tjetrin, aty është pikpyetje edhe besimi jonë në Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. E kemi një hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam se si besimtarit duhet t'ja dëshiroj të mirën vllaut e tij. Nuk e kem qëllimin këto vllaut prej babas apo nanës që e kem, po vërtet një vllau që është në islam, një vllau që është mbrana islamit. Na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Nuk ka besu askush nga ju, nuk e ka imanin, nuk e ka besimin e plot askush nga ju tek Allahu fuqiplot, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, përderisa ta don për vllaun e vet atë edhe që e don për vetveten e tij. Pra shiqoni, besimi jon, besimi jon i lidh me besimi jon në Allahun dhe në pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra është i lidh ngusht me sjelljen e tonë dhe dashurinë e tonë për muslimanin me muslimanin, pra vëllazërimin mes njëri tjetrit. Këtë ndoshta do ta shohmi edhe kemi edhe shembull shumë. Do ta shohmi, do ta përmendni vetëm edhe këtë shembull dhe do pastaj të mundohemi inshallah edhe me përfunduan këtë ligjërat duke pas parasysh vërtet se të flasësh për vëllazërimin islam është një temë jashtëzakonisht e gjatë dhe merr kohë ndoshta edhe gjatë. Po do ta përmendem, besoj që mjafton edhe me këtë shembull për ta kuptuar se sa i rëndësishëm është vëllazërimi në mesin e besimtarëve musliman. Për ta kuptuar këtë vlerën dhe rëndësinë edhe më shumë të bashkimit vëllazërimit musliman, e kemi hijretin e pejgamberit alayhi salatu wasalam prej Mekës në Medinë. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e lëshoi vendlindjen e tij nga dëshira dhe vullneti i tij, por me një farë mënyrë u detyru pejgamberi alayhi salatu wasalam që të largohet nga vendlindja e tij për të bërë hijret, pra imigrim në Medinë al-Munawwara, pra në qytetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç e quhemi sot. Pra çështja e parë këtu për ta kuptuar vërtet se sa i rëndësishëm është uniteti mes besimtarëve. Thash është farz mbi farzë të nderuar vëllezër,
e kuptojmë se momentin e parë që shkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Mekës në Medinë, pejgamberi alayhi salatu wassalam të nderuar vëllezër i vendosi 3 çështje. Pra, 3 çështje parimore, 3 çështje i kishte bazë pejgamberi alayhi salatu wassalam të nderuar vëllezër si parim. Çështja e parë, domethënë që i kushtoi 3 çështje, i kushtoi një tekst të veçantë pejgamberi alayhi salatu wassalam me një qëllim që suksesin të ardhmen të ishte i garantuar. Pra, besimi në Allahun gjithsesi, po nuk na mjafton neve besimi në Allahun fuqiplot përderisa të nderuar vëllezër dhe motra ne nuk e kemi edhe vllazërimin islam. Përderisa nuk kemi të lidh jashtëzakonisht, do të thonë përderisa ne nuk e përkrahemi njëri tjetrin në ato mënyra të cilat vërtet kemi mundësi me e përkrahen njëri tjetrin. Pra, çështja e parë për të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam me të arritur në Medinë që i kushtoi rëndësi të veçantë ishte pra themelimi i xhamisë. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam me të arritur në Medinë, çështjen e parë që e bani bëri vendosi kur themelet e xhamisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra që është sot xhamia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me këtë përmes xhamisë pejgamberi alayhi salatu wasalam pra dashti që ta lidh ummetin, të lidh besimtarët me Allahun fuqiplot. Pra kjo na jep me kuptu se në çdo vend që ne të emigrojmë, në çdo vend që ne të shkojmë, nëse nuk ka xhami, çështën e parë që ne duhet ta bëjmë, ta fillojmë pra të ndojmë themelet e xhamisë, ndërtojmë xhami dhe përmes xhamisë të jemi të lidhur me Allahun fuqiplot. Çështja e dytë që pejgamberi alayhi salatu wassalam prej çështje më të rëndësishme që e bani me të arritur në Medinë të nderuar vëllezër, edhe nga kjo që neve ne të kuptojmë sot se sa i rëndësishëm është vëllazërimi islam, pejgamberi alayhi salatu wassalam bëri vëllazërimin islam mes Mekasve dhe Medinasve, pra mes muhaxhirëve dhe ensarëve. Muhaxhir quhen ata të cilët lanë Mekën, pra prej Mekës lanë gjithçka që poseduan që të migrojnë për të arrujt besimin e tyre në Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërsa ensar pra quhen banorët e Medinës të cilët e pritën me fytyrë dhe me krah hapur pejgamberin dhe me zemër hapur pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra, çështja e parë pejgamberi ndërtoi xhamin dhe do të thonë që ta lidh ummetin, të lidh besimtar, të jenë të lidhur në mënyrë vazhdueshme me Allahun fuqiplot. Çështja e dytë pejgamberi pra e bëri vëllazërimin islam mes muhaxhirëve dhe ensarëve, mes Mekasve dhe Medinasve. Të nderuar vëllezër, deri në atë shkallë shkoi vëllazërimi islam, saqë edhe trashëgimi nëse vdiqën ndonjëri nga banorët e Medinës, se çka patën i dajtën, domethënë çdo gjë që kishin banorët e Medinës, pra i dajtën së bashku me banorët e Mekës. Dhe nëse vdiskët dikush nga banorët e Medinës, pra ai banori i Mekës, ai vllau i cili vërtet ishin bën vëllëzër që i kish vllazëru pejgamberi me zveti, marrë pjesë edhe në trashëgimin pra të tyre. Domethënë aq larg vërtet ka shkuar vllazërimi islam. Dhe çështja e tretë për të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam pra me të arritur në Mekë 3 çështje prioritet që e pa: ndërtimin e xhamisë, përmes xhamisë mi lidh besimtarët, ummetin e tij, shokët e tij me Allahun fuqiplot, vëllazërimin islam duke pa pejgamberi alayhi salatu wassalam duke u nisur nga ajetet e Kuranit se vetëm të bashku ka mundësi të arrijë çdo qëllim njëjtë që e kemi ne, çdo synim njëjtë që e kemi, edhe ëndrat e tona të mëdha që i kemi, vetëm duke qenë të bashkuar të nderuar vëllezër, ne gjithçka që dëshirojmë vërtet kemi mundësi mi arrit. Dhe e treta dhe e fundit që pejgamberi alayhi salatu wassalam i dha rëndësi të veçantë me rastin e hijretit të nderuar vëllezër, bëri kushtetutën e Medinës, që e bani një kushtetut pejgamberi alayhi salatu wassalam me 52 nere,
ku në përpilimin e kësaj kushtetute, përveç që mund pjesë pejgamberi alayhis salatu wasalam, pra besimtarët, shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, i thiri edhe te krishterët, edhe te jahudit, edhe ata të cilët nuk kanë besuar fare, të cilët ishin në Medinë, gjithu bashkuar dhe e bënën pra kushtetutën e Medinës që çdo besimit t'i jepet e drejta, çdo kujt t'i jepet e drejta mbaz besimit dhe vullnetit i të lirë dhe të veproj ose ta praktikoj besimin e tij të lirë. Pra tri çështje shumë me rëndësi të nderuar vëllezër pejgamberit alayhis salatu wasalam, pra tri themelet kryesore për formimin e shtetit islam të nderuar vëllezër pejgamberi alayhis salatu wasalam, pra tri shtyllat e forta të formimit një shoqërie të tretë pejgamberi alayhis salatu wasalam, pra e bëri me rastin e hijretit prej Mekës në Medinë. Pra besoj që edhe për ne të nderuar vëllezër këtë përfund këto tri temele, tri baza, edhe neve sot ndoshta kemi nevojë më shumë se kur, edhe sot neve këtu në diasporë, duke pas parasysh se vërtet parë ne elhamdulillah pi Allahut, ki kemi qendrat e tona, i kemi xhamiat e tona, dhe çdo qendër e jone ose çdo xhami e jone elhamdulillah prej Zotit është në çdo aspekt shumë më e fortë se tjetra, funksionon me aktivitete të shumta, ndoshta më mirë se njëra tjetra, këtë mund të themi elhamdulillah nga Allahu xhalla shanu, pra fal imamëve, fal kryesive xhamies dhe mbështetja që vje nga xhamati, neve besoj që kemi nevojë për dytën të nderuar vëllezër jashtëzakonisht shumë sot është momenti që atë temeli, baza e fortë për një ummet fort, për një shoqëri të fortë, për një komunitet fort, pra është besimi, është vllazërim mbas besimin në Allahun, pra është vllazërimi islam, dhe shpresoj dhe los Allahun xhalla shanu që edhe ibadetet tona, edhe agjerimi ynë, edhe leximi i Kuranit dhe sadaka e jonë dhe lutjet e tona, gjitha tjena ato që vërtet ju drejtohemi, që vërtet ndikojnë gjitha këto, që vërtet ne t'i përmisojmë marrëdhëniet me njëri tjetrin, vërtet ta dojmë, ta respektojmë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin aty ku kemi mundësi me ndihmu, dhe e treta si bazë dhe temel i një shoqërisë fortë të nderuar vëllezër, bashkëpunimi pra me të tjerët. Nuk është këto fjala për besimtarët, por fjala edhe me fetë të tjera, edhe me vendin këtu ku ne jemi, e kemi obligim fetar të nderuar vëllezër që të sillemi mirë, të bashkëpunojmë në mënyrën më të mirë, të jemi falëndërues edhe nga vendi këtu ku jemi, bashkëpunimi që e kemi, duke lutur Allahun xhalla shanu që ky bashkëpunim, këto lidhjet e tona në të ardhmen edhe të forcohen edhe më shumë me njëri tjetrin, duke pas parasysh se ne këtu e shohim ndoshta edhe si vendi i dytë i joni, dhe e kemi obligim që të punojmë, të ndërtojmë dhe të zhvillohet ky vend ashtu siç punojmë dhe dim edhe për vendin tonë. Në fund lut Allahun fuqiplot edhe një herë që çdo ibadet na i pranon, po edhe ditën e sotit të agjerimit muajit Ramazanit. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أستغفروا من كل ذنب إنه هو غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.